Përshëndetje shenja binjakëve, kjo është panorama e interpretimit javor. Java për ju nis me kartën Ariu, që është një energji force, autoriteti dhe vetbesimi. Mund të përballeni me një situatë ku duhet të tregoni vendosmëri ose të mbroni interesat tuaja pa hezitim. Ariu shpesh tregon gjithashtu praninë e një personi me ndikim të madh, këshilla ose veprimet e të cilit mund të kenë peshë gjatë kësaj jave për ju. Kjo kartë gjithashtu ju kujton se fuqia nuk qëndron gjithmonë te kontrolli, por tek aftësia për të qëndruar të qetë dhe të sigurt në vetvete. Yjet. Yjet sjellin shpresë, sjellin frymëzim dhe qartësi pas periudhave të paqarta. Yjet është një kartë që ju thërret t'i besoni intuitës dhe vizionit tuaj për të ardhmen. Ndoshta mund të filloni të shihni më qartë drejtimin që dëshironi të merrni, ose të ndjeni se një dëshirë e hershme po afrohet më pranë realizimit. Energjia e kartës së yjeve është shumë pozitive dhe ju ndihmon të mbani gjallë optimizmin. Dhelpra. Dhelpra do të thoja që kërkon vëmendje ndaj detajeve dhe gjithashtu kërkon një qasje më strategjike. Mund të ketë situata ku duhet të analizoni mirë para se të veproni ose të mos pranoni menjëherë gjithçka që ju thuhet. Kjo kartë nuk paralajmëron domosdoshmërisht mashtrim, por ju kujton të përdorni zgjuarsinë dhe intuitën për të dalluar të vërtetën. Ndonjëherë, përgjigjja e duhur vjen nga vëzhgimi dhe jo nga reagimi i menjëhershëm. Qeni. Qeni sjell energji të sinqertë, sjell energjinë e mbështetjes dhe miqësisë besnike. Gjatë kësaj jave mund të kuptoni se kush janë njerëzit që qëndrojnë pranë jush pa kushte. Një mik, një koleg ose një person i afërt mund të luajë rol të rëndësishëm në një situatë që po kaloni. Kjo kartë gjithashtu ju kujton se nuk keni përse t'i mbani të gjitha barrët të vetëm. Spiranca. Spiranca është simboli i stabilitetit, është simboli i sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Edhe nëse rreth jush ka lëvizje ose pasiguri, ekziston diçka që ju mban të lidhur fort me realitetin. Kjo mund të jetë një marrëdhënie, mund të jetë një punë, mund të jetë një qëllim ose mund të jetë një bindje personale. Spiranca sugjeron se java favorizon ndërtimin afatgjatë dhe jo zgjidhjet e përkohshme. Dielli. Dielli është një nga kartat më të favorshme të kësaj shtrirjes. Dielli sjell sukses, dielli sjell energji, sjell qartësi dhe gëzim. Situata që mund të kenë qenë të paqarta fillojnë të ndriçohen dhe ju ndiheni më të sigurt në vendimet tuaja. Dielli sugjeron se ka arsye për optimizëm dhe se rezultatet e përpjekjeve tuaja mund të bëhen më të dukshme. Kulla. Kulla flet për kufi. Kulla flet për reflektim dhe për nevojën për të parë gjërat nga një këndvështrim më i lartë. Ndoshta mund të ndjeni nevojën të largoheni pak nga zhurma e jashtme për të kuptuar më mirë një situatë. Në disa raste, kjo kartë lidhet me institucione ose çështje zyrtare ose të kaluarën për disa nga ju, por këtu duket më shumë si një thirrje për të ruajtur pavarësinë tuaj dhe për të mos u ndikuar nga mendimet e të tjerëve. Sfida për ju është karta divorc. Si sfidë, kjo kartë nuk duhet parë domosdoshmërisht si ndarje martesore. Unë do të thoja se ajo flet për vështirësinë për të lënë pas diçka që nuk ju shërben më. Qoftë një zakon, një pritshmëri apo një lidhje me të kaluarën.
Sfida e javës është të pranoni se disa gjëra duhet të ndryshojnë që të krijohet hapësirë për të renë. Nëse për disa nga ju bëhet fjalë për një divorc real, sfida e javës është të gjeni ekuilibrin mes asaj që duhet lënë pas dhe nevojës për të ruajtur qetësinë, dinjitetin dhe qartësinë në vendimet tuaja. Bekimi për ju është karta shenjë zjarri dhe ky bekim sjell energji veprimi, sjell energji guximi dhe pasioni. Mund të përfaqësoj një person me energji të fortë që ju frymëzon ose mund të përfaqësoj gjithashtu vetë aftësinë tuaj për të vepruar me më shumë vetbesim. Bekimi i javës është të mos qëndroni vetëm te mendimet, por të kaloni në veprim kur e ndjeni se është momenti i duhur. Për disa nga ju, ndoshta një person me energji të fortë zjarri, që mund të jetë dash, luan ose shigjetar, që gjithashtu mund të jetë i drejtë për drejtë dhe veprues, mund të rezultojë një ndihmë ose bekim i rëndësishëm gjatë kësaj jave për ju. Në Prism Oracle kemi kartën kujdes. Kjo kartë nuk ju kërkon të keni frikë. Gjatë kësaj jave është e rëndësishme të mos merrni vendime të nxituara dhe të vlerësoni me kujdes informacionin që merrni. Kujdesi këtu është një formë mençurie dhe jo një pengesë për përparimin. Pra, kjo javë sjell forcë, sjell mbështetje dhe mundësi për të ndërtuar mbi baza të qëndrueshme. Duke balancuar optimizmin me kujdesin, ju mund të bëni hapa të rëndësishëm drejt stabilitetit dhe suksesit. Nëse unë do t'i jepja një titull, kësaj panorame për ju do të ishte: kur besimi te vetja bashkohet me mençurinë, rruga drejt suksesit bëhet e qartë.